Për më shumë se një muaj, Kosova nuk po mund të certifikojë rezultatet zgjedhore të 9 shkurtit. Me këtë ritëm, marr parasysh dhe ndryshimet e mëdha gjeopolitike në botë, me ardhjen e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, Kosova mund të përfundojë në meny, sugjerojnë analistët politik. Për analistin politik Afrim Kasolli, Kosova mund ta gjejë veten shumë shpejt në këtë fazë, në rast se nuk përshpejton hapat në formimin e ekzekutivit të ri, duke dalë nga kriza e procesit post-zgjedhor në mënyrë të shpejtë. Kosova, beson Kasolli, nuk është në një pozitë të mirë në raport me administratën e re amerikane. Vizita e djalit të Donald Trump në Serbi, sipas Kasollit, është tregues për një gjë të tillë. Në këtë rast nuk po flasim vetëm për sferën ekonomike, por edhe për një njeri me ndikim shumë të madh në kuadër të administratës aktuale amerikane. Madje thuhet se i njëjti ka patur rol vendimtar në emërimin e zëvendës presidentit amerikan, shtoi Kasolli. Donald Trump Jr. gjatë qëndrimit në Serbi ka zhvilluar gjithashtu një intervistë me presidentin serb Aleksandar Vučić, gjatë së cilës ai u shpreh se beson që bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë gjatë luftës së fundit në Kosovë ishin si pasojë e skandalit mes ish-presidentit të SBA-ve Bill Clinton dhe praktikantes në Shtëpinë e Bardhë Monika Lewinsky. Një rifim i tillë sipas Kasollit është totalisht në pajtim me propagandën e Beogradit për të mohuar përgjegjësinë në fushatën e spastrimit etnik të shqiptarëve të Kosovës. Mos certifikimin ende të rezultatit zgjedhor të 9 shkurtit në Kosovë dhe deklaratat skandaloze të djalit të presidentit amerikan gjatë vizitës së tij në Beograd, analisti Afrim Kasolli e cilsoi si të paprecedent dhe në lidhje me arsyen e fundit ai tha se Kosova nuk ka asnjë kompani lobimi në SBA. Fatkeqësisht, siç dhe po shikohet, nuk kemi asnjë kontakt të mirëfillt me njerëzit e administratës së Donald Trump. Në këtë mënyrë Kosova ndodhet para një shpërfillje serioze nga Washingtoni, që është rreziku më i madh që mund të ndodhë, sepse i gjithë përfitimi i shtetit Kosovës në procesin e shtetëndërtimit u bë i mundur duke qenë në qendër të interesave strategjike amerikane, theksoi Kasolli. Nga ana tjetër, duke potencuar se Kosova ka treguar paaftësi në negocim me ndërkombëtarët në disa raste, zvarritja e formimit të qeverisë së re në vlerësimin e ligjëruesit në Universitetin e Agner në Norvegji, Abid Hoxha, do reflektohet shumë negativisht në perceptimin e shtetësisë Kosovës, por dhe demokracisë në vend. Aftësia për të transferuar pushtetin nga një parti në tjetër, krijimi i institucioneve demokratike pas zgjedhjeve bashkë me lirinë e mediave janë nyjet e vlerësimit të demokracisë, deklaroi Hoxha. Komisioni qendror i zgjedhjeve të shtunën ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, por kjo nuk shënon përfundimin e procesit, por vetëm mbylljen e një kapitulli, me që partitë kanë të drejtë të ankohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtesa. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidentja e vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit Kosovës. Kabineti duhet siguroj votat e 61 deputetëve, por nëse kjo nuk ndodh, presidenti është i obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike edhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarin e ri, nëse dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë. Malizi nuk është ftuar që të bëhet pjesë e deklaratës për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, e cila u nënshkrua më 18 mars në Tiranë nga Ministria e Mbrojtjes e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, siç ka deklaruar për Radio Europa Lirë Ministria e Mbrojtjes së Malit të Zi. Ata nuk janë dieni që Malizi është ofruar të nënshkruajë deklaratë. Deklarata ka të bëjë me forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje për ruajtjen e paqes, duke përfshirë industrinë e mbrojtjes, veprimet për luftimin e kërcënimeve hibride dhe mbështetjen për integrime euroatlantike, sipas Ministrisë Kroate të Mbrojtjes. Përveç se kufizohet me të trija vendet nënshkruese, Malizi është antar i NATO-s njësoj si Kroacia dhe Shqipëria. Nënshkruesit e deklaratës kanë theksuar se mbetet e hapur mundësia e kësaj nisme t'i bashkojnë dhe vendet e tjera. E pyetur nga Rel nëse do t'i bashkojë deklaratës Ministria e Mbrojtjes së Malit të Zi, nuk ka dhënë përgjigje të drejtë për drejtë. Në përgjigje u theksua se do të vazhdojë forcimin e bashkëpunimit me të gjitha vendet e rajonit, duke promovuar vizionin euroatlantik për Ballkanin Perëndimor. Si antar i NATO-s theksojnë rolin e forcave të NATO-s në Kosovë si faktor i rëndësishëm që kontribon në ruajtjen e një ambientit qëndrueshëm edhe të sigurt ndaj mandatit të cilit kontribon dhe Malizi, gjë që do të vazhdojë në periudhën e vijim, thuhet në përgjigjen e Ministrisë të Mbrojtjes. As Ministria e Mbrojtjes e Kroacisë nuk ka komentuar përpyetjen nëse Malizi do të mundi bashkohet kësaj marrëveshje ushtarake. Po ashtu as NATO-ja nuk komentoi, nuk ishte e pranishme që në këtë situatë Kroacia të ftonte Malin e Zi të bashkojë me deklaratën, gjë që nuk do të thotë se kjo mund të ndodhë nëse përmirësohen marrëdhëniet bilaterale
Ta përelin shefi I shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Malit të Zi, Dragan Samardžić. Marrëdhënien mes Kroacisë dhe Malit të Zi u përkeqësuan pas miratimit të rezolutës për Jasenovci në parlamentin malezez në qershor të vitit 2024.